Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Ja ku është kamioni Leo, i cili po qëndron në shtëpinë e tij. Ç'kemi Leo? Çfarë po shikon në qiell? Oh, ret? Filloi shiu. Pikat e shiut bien në hundën e Leos. Leo, ti duhet të ndërtosh një shtëpi të re me një çati shumë më të madhe. Por së pari ti duhet të ndërtosh një vinç për të prishur shtëpinë e vjetër. Ja ku janë pjesët. Tani ngarkoj ato në kamion. Mund t'i shkarkosh ato? Le të fillojmë nga puna tani. Merr platformën e madhe me ngjyrë të verdhë dhe fillo t'i montosh pjesët në të. Kabina vendoset lart. Ja dhe vendi drejtuesit. Tani vendosim timonin. Dhe mbulesën. Dhe në fund krahun. Leo, a është gati? Jo, ne duhet të gjejmë një top të madhe të rëndë për të shkatëruar bloqet. Le të shkojmë ta kërkojmë. Ky është stacioni i trenit. Ja ku erdhi dhe treni. Çfarë solli ai? A e shikon topin e madh që na nevojitet ne? Më në fund e gjete. Ja ku është? Eskavatori Max po vjen të na ndihmojë. Max, shtyje pak. Faleminderit. Leo, mund të ikim tani. Le ta lidhim topin me kabullin e hekur. Vinçi tani është gati. Dhe tani le ta prishim shtëpinë e vjetër. A mund të kërkojmë ndihmë nga miqt? Maxi dhe Piruni erdhën me njëherë.
Maxi heq me kujdes emrin e Leos nga çatia. Merre me kujdes pirun. Vinç, tani mund të fillosh punën. Bëm një punë shumë të mirë. Herën tjetër do të ndërtojmë një shtëpi të re. Ju presim të na vini. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Shikoni, ja ku është kamioni Leo, i cili po vjen në sheshin ton. Çfarë mendoni se ka ngarkuar sot ai? Oh, rruga është plot me mbeturina. Duhet t'i pastrojmë sa më shpejt. Leo, po ku po shkon? Kush do t'i heq këto mbeturina? Oh, ti do të ndërtosh një makinë pastrimi dhe ajo do t'i mbledh të gjitha mbeturinat. Oh, sa mendim i mirë! Le t'i montojmë shpejt të gjitha pjesët. Kabina. Dy ndenjëset. Paneli i pajisjeve të drejtimit. Timoni. Dhe dyert. Ja ku janë edhe rrotat. Dy rrota në këtë anë dhe dy rrota në anën tjetër. Dhe ky është një fener rrotullues. Leo, po si do t'i pastrojmë mbeturinat? Pastruesi jon ka nevojë për 2 furça. A do shkojmë t'i gjejmë ato? Ato nuk janë këtu. Po, çfarë janë këto midis luleve? Shiko me kujdes, Leo. Ja pra ku qënë kanë të 2 furçat. Tani merri ato me vete. Ura! U krye!
Tani kamioni jon pastrues mund të shkojë dhe të pastrojë mbeturinat. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Shikoni, në rrugë po vjen kamioni Leo. Ai tani po I ngjitet urës. Po kush po kalon përgjatë lumit? Është një varg. Përshëndetje varg. Ja dhe një kapele sigurie për punë. Leo, kapelja do të duhet sot. Tani u bëre gati që të ndërtosh shtëpinë. Ja, këtu është kantieri I ndërtimit. Mund t'i shkarkosh pjesët, Leo. A të shohim se çfarë ke sjell? Duhet të vendosim në fillim konet. Dhe shenjën ndalohet hyrja, në mënyrë që të pa autorizuarit të mos hynë në kantier. Tani, le të vendosim muret e katit të dytë. Dhe të montojmë çatinë. Dritare do të jenë 3 këndore dhe 4 këndore. Këto janë dyert. Edhe një ashensor. Të vendosim edhe dritat. Helikopteri po sjell një rampë që ti të mund të ngjitesh në çati. Leo, a mendon se mungon diçka? Na duhet të gjejmë derën kryesore. Shkojmë ta kërkojmë, Leo. Këtu qënë kanë 2 dyer. Ja, dhe miku ynë Pirun solli një të tretë. Cilën prej tyre do të zgjedhim? A ta mendojmë së bashku? A na bën punë kjo derë?
Jo, sepse kjo është shumë e ullët. Po kjo tjetra? Leo? Jo, sepse është e ngushtë. Ja, kjo është dera që na duhet ne. Është fiks për garazhin ton. Tani ta vendosim në vendin e saj. Oh, ajo u hap. Çfarë po sjellin këtu piruni i vogël dhe skupi? Ata sollën disa gërma. Ua, tani shtëpia e ka emrin Leo. Pse nuk vini edhe ju ta vizitoni shtëpinë e Leos?